Balluku s'ka në shpirtin e saj një qelizë njerëzie. Berisha ka shpenzuar për larjen e makinës së saj 10.000 euro. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi sërish zëvendës kryeministre dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku se shpenzon 10.000 euro në muaj për larjen e makinës. Berisha tha në takimin ku prezantua programi për renditjen dhe sigurinë se ajo nuk ka në gjakun dhe shpirtin e saj një qelizë njerëzie. Nuk ndodh që një ministre të shpenzoj për larjen e makinës së saj 10.000 euro në muaj. Ajo nuk ka në gjakun dhe shpirtin e saj një qelizë njerëzie, sepse po të kishte nuk i lejonte vetes të bënte një shpenzim të tillë ku pensionistët numërojnë kafshatën. Ajo nuk mund ta bënte kurrë një akt të tillë. Në një kohë kur të sëmurët nuk vdesin nga sëmundja për mungesa ilaçeve, nuk mund të ketë asnjë mëdyshje se ne do t'i japim përgjigjen e merituar kësaj situate, tha Berisha. Po ashtu, Sali Berisha paralajmëroi se nga organet e policisë së shtetit do të largojnë të gjithë ata që janë të inkriminuar. Dosjen 1 milion faqet bisedave telefonike që dëshmojnë lidhjet e tmerrshme të politikës me krimin do zbardhen dhe do të bëhen publike në mënyrë që shqiptarët të ndahen nga bota e krimit, nga droga dhe të rikthehen ligjit, tha ndër të tjera ish kryeministri Berisha.